Hek e hoteli, rektor! Hoteli është problem! Hek e hoteli, rektor! Kjo nuk është vetëm një protestë për një afat provimes, është një qëndrim për dinjitetin e studentit. Parlamenti studentor ka protestuar sot para rektoratit të Universitetit të Prishtinës për shkak se studentëve të vitit të parë nuk u është mundësuar afati i provimeve i muajit prill. Kjo është hera e dytë brenda vitit akademik 2025-2026 që studentët kërkojnë një afat jo të rregullt të provimeve që i përfshin të gjithë. Ne nuk jemi këtu sepse kemi zgjedhur protestën si opsion të parë, përkundrazi protesta është mjeti ynë i fundit. I reagimi domosdoshëm pas shterimit të dialogut dhe mungesës së reflektimit institucional. Dua të rikujtoj publikisht se më 1 dhjetor 2025 Parlamenti studentor bashkë me organizatat e tjera studentore ka dorëzuar një kërkesë zyrtare që është miratuar nga Senati Universitetit. Në atë dokument thuhet qartë se tranzicioni për afatet e rivlerësimit duhet të bazohet në parimin e barazisë të studentëve dhe të zbatohet njësoj në të gjitha njësitë akademike për të gjitha vitet. Moszbatimi i këtij vendimi nuk është thjesht një neglizhencë, është një shkelje drejt për drejt e barazisë të trajtimit të drejtë të studentëve. Ne kërkojmë vetëm atë që na takon: barazi në vlerësim, transparencë në vendimorrje dhe respektim të vendimeve të organeve më të larta të universitetit. Kjo nuk është vetëm një protestë për një afat provimes, është një qëndrim për dinjitetin e studentit dhe për drejtësinë në arsim. Të nderuar student dhe ju të nderuara media. Brenda afatit të këtij rektori, 100 metra larg objektit të rektoratit, është hapur një hotel brenda kampusit të universitetit. Kurse rektorati merret me afatet e provimeve për studentët e vitit parë. Pra vlerësojnë vetë prioritetet e tyre. Hek e hoteli, rektor! Hoteli është problem! Derisa studentët ishin para objektit të rektoratit, nga ai doli rektori Arben Hajrullahu, i cili i ftoi të shkonin në një ligjëratë të tij që e kishte në ato momente. Secili student ka pas në paraqit gati në departamentin ka pas shumë që ka pas në paraqit provime në afatin e tyre, ta bëj pjellës më ka ma, për shkak që afatin të shërë është mjaftueshëm për këtë që ka E tash, nëse nuk mbahet ky afat i prillit, bashkë me kolege a keni bisedu, a është shqetësuese për ta viti akademik, përfundimi i tij me gjitha provimet? Është shqetësuese për shkak që disa nuk e mbushin kushten për me kalu vitin, andaj kjo ka qenë pjesa më e keqe e kësaj vendimit. Prandaj ne kemi pas çfarë këtë keq për shkak që na ndikon shumë në gjithë kalimin e vendosën. Nga rektorati i Universitetit të Prishtinës thonë se mundësia e rivlerësimit në prill dhe në nëntor për studentët që edhe pas 3 afateve të rregullta të provimeve nuk kanë arritur të përfundojnë ato, u është ofruar studentëve të viteve të dyta dhe të treta vetëm për një periudhë tranzitore 2 vjeçare. Sipas tyre, studentët e vitit të parë kanë nënshkruar individualisht deklaratë me të cilën pranojnë të zbatojnë statutin dhe rregulloret në fuqi të UP-s. Nuk ka vendim të vlefshëm të miratuar në Senat, por një marrëveshje në parem e arritur pas kërkesave të përfaqësuesve të studentëve për zbatim më të lehtësuar të rregullores për vlerësimin e studentëve gjatë periudhës tranzitore 2 vjeçare. Për më tepër, përfaqësuesit e studentëve kanë qenë pjesë aktive edhe në procesin e hartimit dhe miratimit të kësaj rregulloreje. Nga viti i ardhshëm, kjo periudhë tranzitore do t'u lejohet vetëm studentëve të vitit të tretë, pasi studentët e vitit të parë dhe të dytë, me rastin e regjistrimit, kanë nënshkruar deklaratë për zbatimin e statutit dhe rregulloreve në fuqi. Universiteti i Prishtinës dhe prorektoria Majlinda Zhitia Xhelaj nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Kallzo.com sa i përket pretendimit të një studenti për detajet që u ka kërkuar në lidhje me deklaratën që thonë se e nënshkruajnë studentët e vitit të parë për respektimin e rregulloreve të UP-s. Studentët paralajmëruan se do të mbajnë protesta të tjera në rast se nuk plotësohen kërkesat e tyre. Në kryesori kena pas brenda 40 tetorëve 122 respondent, ku 70% prej tyre kanë deklaruar që nuk e bojnë mend në shkrimin e një deklaratë. Dhe kjo i ka krejt dyshimet që me gjosë procedurat nuk kanë qenë me rregull, duke qenë se normal ka qenë në filmin e bazë të presionit. Mandej këmë kërku sqarim për projektores nëse kanë bënë verifikim të studentëve, nëse janë në moshën mbi 18 vjeç.
për shkak se përderisa ata në moshën 17 vjet duhet të koni planin e një prindë edhe një apo një bytestori. Dhe që kjo është shpërndim i zonë.